Do doja të nderuar vëllezër dhe motra, nëse më lejoni, që t'ju lexoj një poezi të cilën e kam shkruar kohë më parë dhe e cila e shfaq kënaqërinë që ne si besimtar duhet ta kemi me Allahun te bareku ve teala dhe ofron para nesh një përmbajtje që besoj se ja vlen. Nëse çdo gjë më vjedhin në këtë botë, fare dert se kam. Let mos më vjedhët besimi nga se paraja njeri nuk të bën. Po humba tër pasurin, po mbeta pazore i lën, as pak nuk brengosem, më mjafton se jam musliman. Nëse më burravec e qyqar, më burret me baba e nën, aq më bën mua kur me islam krenar jam. Selmanin tim të dashur, të famshmin persian, e mbajt të freskët në shpirt dhe njet modele kam. Ti mburrësh me baba e nën, ti me autoritet e fam, po unë e di me çfarë mburrem, unë mburrem me islam. Ti në qofsh bir presidenti, në qofsh i familjes menam, unë jam më krenar se ti, se unë bir i islamit jam. Pra, është një poezi e frymzuar nga biografia e Selman Farisiut, Allah qoftë i kënaqur me të, i cili ka ikur nga pallatet luksoze, ka ikur nga jeta e mbretërve dhe ka ardhur e ka përqafuar islamin në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe kur ka dëgjuar ndonjëherë njerëzit që janë mburur me etrit e tyre, ai ka thënë se unë jam biri i islamit, unë jam biri i vlerave, jam biri i virtyteve dhe kjo na bën krenar.